Mirëmbrëma dhe mirë se vini në War Report. Fundjava që sapo lan pas mund të ishte një prej më të rëndësishmeve për gjatë këtij viti deri më tani sa i përket situatës gjeopolitike dhe diplomacisë botërore. Forumi i Sigurisë Munich solli një qasje të ndryshuar të Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Europës pas asaj që perëndimi e ka konsideruar një lëkundje sismike në marrëdhëniet mes dy aleatëve tradicional. Ndërkohë që fundjava solli këto zhvillime, edhe kjo javë pritet të jetë e ngjeshur me agjendën e ditës së nesërme, e cila parashikon Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përfshira në negociata mbi programin bërthamor të Iranit, por gjithashtu të vendosura mes Rusisë e Ukrainës për zgjidhjen e konfliktit në Europën lindore. E mes fundjavës që lan pas dhe ditës së nesërme është pikërisht dita e sotme, e cila po ashtu ka sjellë zhvillime të rëndësishme me Kremlinin, i cili ka deklaruar se në bisedimet e Gjenevës për herë të parë do të ketë një fokus të drejtë për drejtë mes palëve tek problematika kryesore e konsideruar prej Kremlinit. Zëdhënësi i Moskës Dmitri Peskov ka deklaruar se në tryezën tripalçe të dialogut do të shqyrtohet edhe çështja territoriale me Rusinë, e cila ka bërë të qartë se kërkon largimin e trupave ukrainas nga rajoni i Donetskut si një kusht i panegociueshëm për të dhënë fund këtij konflikti. Por presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaron se pa garanci sigurie Kievi nuk do të hedhë as hapin më të vogël drejt atyre që konsiderohen çështje etike nga Moska, e cilat gjithashtu janë çështje të cilat kanë marrë mbështetje nga Washingtoni si shqetësime legjitime të Kremlinit. Ndërkohë do të ndalem në tjera informacione për të folur për frontin e betejës, atje ku duket se dezertime nuk ka vetëm nga ana e ukrainasve, por të shumta janë edhe nga ana e rusëve. Këto pamje që po shihni në këto momente në ekran tregojnë disa trupa ushtarak të Kremlinit, të cilët janë të varur në pemë, të zhveshur në temperatura të cilat shënojnë disa minus grad Celsius pikërisht në frontin e betejës. Janë dëshmia më e qartë asaj çfarë ndodh një ushtar i rus i cili zgjedh të dezertojë duke lënë frontin e betejës. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, bëhet fjalë për një term të cilin Moskva e ka quajtur ligji 4000, pasi në këtë mënyrë synon që të rehabilitojë të gjithë ata të cilët largohen nga fronti, guxojnë ta braktisin atë për t'u dhënë një mësim të mirë se lufta kundër Ukrainës është një luftë e cila bëhet bazuar në interesat kombëtar të vendit dhe se nuk mund të ketë një rrugdalje nga ai i cili është konflikti më i përgjakshëm në Europë që prej luftës së dytë botërore. Do të vendosemi në tjera informacione të cilat kanë treguar një rritje të tensioneve gjeopolitike në Europë. Një ndër paralajmërimet më të rënda ka ardhur nga ministri i jashtëm i Estonisë. Dua të ndalem në këtë pamje ilustruese për të folur për deklaratën e ministrit të jashtëm estonez, i cili ka thënë në një intervistë për The Telegraph se nëse Vladimir Putin mendon dhe guxon të prek Baltikun, atëherë NATO do të veprojë dhe për këtë ka një plan të qartë. Ajo është shprehur se Aleanca Veriatlantike do të godas thellë brenda Moskës, duke bërë Vladimir Putin të pendohet nëse arrin të mendojë se mund të kryejë një sulm ndaj aleancës. Deklarata e cila erdhi pikërisht nga ministri i jashtëm estonez ka shkaktuar sigurisht tensione të mëdha, duke përfshirë këtu edhe Kremlinin. Por ajo çfarë është interesante është se kjo deklaratë vjen pikërisht pas një raporti të inteligjencës estoneze, i cili tregonte se Vladimir Putin nëse duket nuk i ka kapacitetet dhe nuk po mendon zgjerimin e luftës më tej në Europën lindore. Teksa fola për këtë paralajmërim të rëndësishëm, do dua t'ju jap një pikpamje pak më të qartë në hartë për të kuptuar se ku mund të shkojë Vladimir Putin fal aleancave, por edhe fal territoreve të Rusisë. Kjo hartë e sjell nga media britanike dhe Telegraph tregon vendosjen e Rusisë, e cila sigurisht në kuverin e saj me Estoninë mund të zgjidhte të sulmonte këtë vend, ndërkohë Kaliningradi mbetet një pikë e rëndësishme për Lituaninë, por edhe për Latvinë. Sipas kësaj harte të sjell nga media britanike dhe Telegraph, në fakt duat ndalim edhe një element tjetër të rëndësishëm, pasi Vladimir Putin ka përdorur aleancat e tij për të zhvendosur drejt Bielorusisë të paktën 10 sisteme të raketës me rrezet mesme veprimi i aftë për të mbajtur koka bërthamore Oreshnik, duke treguar kështu një ardhje të këtyre armatimeve pikërisht në portën e NATO-s nëpërmjet përdorimit të këtyre aleancave dhe sigurisht krahut lindor të saj apo edhe vet Baltikut. Këto raketa Oreshnik janë të njohura në mbar botën për shkak
shkak të aftësisë së tyre për të mos u interceptuar nga sistemet aktuale të mbrojtjes, arrin në një distancë nga 3000 deri në 5500 km me një shpejtësi e cila shkon nga 12000 deri në 18000 km/orë, e cila është një shpejtësi duhet thënë tetë e lartë që nuk arrin dot asnjë sistem të ketë një interceptim. Dhe mbi të gjitha, kjo raketë e cila është përdorur së paku 2 herë në Ukrainë, ka kapacitetin për të mbajtur ngarkesë bërthamore, duke lëshuar kështu një paralajmërim dhe alarm real për Aleancën Veriatlantike, por edhe për mbar perëndimin, i cili mund të preket sigurisht nga rrezja e gjatë e veprimit të kësaj rakete, e cila përgjatë ditëve të fundit është diskutuar gjithësisht në rrjet se do të përdorej nga Rusia për të goditur sërish Ukrainën dhe për të prekur infrastrukturën e saj kritike. Ndërkohë do të shohim gjithashtu edhe zhvillime të rëndësishme të cilat vijnë nga Irani, ku pikpyetja më e madhe që kemi aktualisht për lindjen e mesme është luftë apo paqe. Teksa në 19 shkurt, presidenti amerikan Donald Trump pritet pres bordin e paqes, në të njëjtën kohë Washingtoni po negocion me Teheranin programin e tij bërthamor. Ky i fundit duket se është i vetëdijshëm për armët që ka në duar, duke përfshirë këtu edhe tregtinë globale. Pamjet që shihni në këto momente në ekran tregojnë stërvitjen e mbajtur pikërisht këtë të hënë nga forcat ushtarake dhe regjimi i Iranit, pikërisht në ngushticën e Hormuzit, atje ku kalojnë sasia më e madhe e hidrokarbureve në botë, e cila shpërndahet në të gjithë planetin tonë, duke dërguar kështu një mesazh qartë Donald Trump se kërkesat e tyre nuk mund të zgjerohen edhe me arsenalin balistik të Teheranit, por mund të mbeteshin pikërisht tek programi bërthamor, për cilin Irani ka deklaruar se është i gatshëm që të negociojë. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë vazhdimisht se shpresojnë që diplomacia të funksionojë në mënyrë që të mos detyrohen për të goditur pikërisht edhe Iranin. Ndërkohë, ja vlen të rikujtojmë se përgjatë kësaj fundjave, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan zhvendosjen e luftanies së tyre më të madhe, US Abraham Lincoln, pikërisht drejt, në fakt Gerald Ford ka qenë luftania e tyre më e madhe, e cila është stacionuar tashmë nga Karaibet, është në lëvizje për të shkuar drejt rajonit lindjes së mesme, duke treguar kështu një rritje të tensioneve dhe një mundësi të drejt për sulm ndaj Iranit, me Amerikën që thotë se programi bërthamor i tyre, por edhe raketat balistike të cilat kërcënojnë të gjithë rajonin, janë të panegociueshme. Ishte ky një përditësim i zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Në pjesën e parë të programit do të kemi mundësinë që të ndalemi për të diskutuar çfarë solli konferenca e Mynihut, mesazhe diplomatike, ndërkohë që në pjesën e dytë do të ndalemi pikërisht tek deklarata e ministrit të jashtëm të Estonisë, i cili thotë se NATO është gati për të bombarduar Rusinë nëse Vladimir Putin shkel vijën e kuqe. Të gjitha këto më njëherë vetëm pas sigles. Mbrëmjen e sotme me mua në program janë Ledion Kresafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Kresafi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në War Report. Ndërkohë, në një komunikim të drejtë për drejtë nga Gjermania, atje ku është mbajtur edhe konferenca e sigurisë së Mynihut, kam Lulzim Veliun, analisti i zhvillimeve ndërkombëtare. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem mbrëmjen e sotme në program. Mirë, do dua që në nisje të programit të ndalemi pikërisht tek deklaratat e bëra nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio përmes materialit i cili do të vinë në vijim, i cili do të na njohë pikërisht me detajet kyçe të këtyre deklaratave dhe më pas do të rikthehemi në studio për të diskutuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të riformuzojnë rendin global krah për krah me Europën. Ky ishte mesazhi që dha sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio këtë të shtunë nga Forumi i Sigurisë së Mynihut, duke përdorur një ton ndjeshëm më të zbutur se zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance, i cili një vit më parë, po në këtë forum, i dha tronditjen e parë marrëdhënieve transatlantike. Në udhëheqjen e presidentit Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë përsipër detyrën e krijimit të një bote të re. Shtetet e Bashkuara do të fillojnë procesin e ripërtëritjes dhe restaurimit të udhëhequr nga një vizion për një të ardhme aq krenare, aq sovrane dhe aq jetësore sa kanë qenë qytetërimet tona në të kaluarën. Ne jemi të përgatitur ta bëjmë këtë hap edhe vetëm, por shpresojmë dhe do të preferonim që ta bënim të gjithën këtë me ju, miqtanë të Europës. Sekretari amerikan i shtetit pohoi se fatet e Europës dhe Shteteve të Bashkuara do të jenë gjithmonë të ndërlidhura së bashku, ndërsa shtoi se Amerika ka kritikuar Europën sepse do një aleat të fortë në krah që mund të ta mbrojë vetveten.
Our destiny is Fati ynë është dhe do t'jetë gjithmonë i ndërthurur me tuajin, sepse e dim se nuk mund të jemi indiferent ndaj fatit të Europës, kur ai është i ndërlidhur me sigurinë tonë kombëtare. Pyetja jonë është se çfarë po mbrojmë, sepse forcat ushtarake nuk mbrojnë diçka abstrakte. Shtetet e Bashkuara mund të jenë të drejtpërdrejta dhe këmbgulse në këshillat e tyre, por ne duam që të kemi aleat që të jenë të aftë që të mbrojnë vetveten në mënyrë që asnjë kundërshtar të mos ndihet i prirur të sfidojë forcën tonë kolektive. Duke u përgjigjur atyre që ai quajti vetëm titull kryesor të mediave ndërkombëtare sa i përket një thyerje në marrëdhënie transatlantike, Rubio e mbylli fjalimin e tij duke thënë se Shtetet e Bashkuara janë fëmia i Europës. so in a time of headlines. Në një kohë të titujve që shfaqen kudo duke thënë se po shënohet fundi i marrëdhënieve transatlantike, dua t'ju bëj të ditur dhe të qartë se ky nuk është as qëllimi dhe as dëshira jon, sepse për ne amerikanët shtëpia jonë vërtet mund të jetë në hemisferën perëndimore, por ne do të jemi gjithnjë fëmijë të Europës. Ishin pikërisht këto deklarata të Marco Rubios, të cilat u duken se ndryshuan trajektoren që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të zgjedhin ndaj Europës në 180 gradë nga një fjalim përshkallëzues i mbajtur vitin e kaluar nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance. Ta nisim së bashku zoti Veliu. Marco Rubio në mënyrë le të themi simbolike, por edhe gjysmë të vërtet, thotë se Shtetet e Bashkuara janë një fëmijë e Europës dhe se synojmë që së bashku me perëndimin të rindërtojmë një rend të ri global. Sa realistike i gjeni këto deklarata, apo janë një shembull që tregojnë se pas tejkalimit vijës kuqe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më në fund Washingtoni e kuptoi se kush janë aleatët që i duan? Po, unë mendoj se është folur gjatë për një rend të ri botror, i cili tani më jemi dëshmitar të gjithë se është duke ndodhur. Mirë po, deklaratat e fundit të sekretarit Amerikan të Shtetit edhe një herë e dëshmojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shohin vendet evropiane apo Evropën në tërësi si njërin nga partnerët kryesor dhe nuk e shohin, pra jep edhe një herë një forcë sigurie edhe aleancës veri atlantike, pra po e them këtë pasi që është një nga gjërat që ne si Shqipëri dhe Kosovë na intereson shumë, pra i është dhënë një mbështetje pasi që në këtë drejtim edhe vendet e Evropës e kanë filluar për të kryer detyrimet e tyre, pasi ne e dim shumë mirë se për një periudhë të gjatë kohore thua se në tërësi siguria e vendeve të Evropës apo e Evropës në tërësi është parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vetë kanë bërë shumë pak për mos thënë fare për sigurinë e tyre kombëtare. Ndërsa në periudhën e fundit kohore shihet se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, duke parë edhe rrezikun që tani më vjen nga Rusia përmes edhe luftës në Ukrainë, janë duke punuar dhe duke investuar shumë më tepër se në të kaluarën, pra nuk bëhet fjalë më për 2% që ishte e përcaktuar për çështjet sigurisë në NATO, antarëve të NATO-s, por ato tani më kanë kaluar në 5% dhe vendet e Evropës janë duke u fuqizuar dhe unë jam i mendimit se në qoftë se brenda 2 viteve apo 3 viteve të ardhshme nuk do të kemi një luftë në mes të Evropës apo në të cilën vendet e Evropës, Evropa do të fuqizohet aq shumë sa që nuk do të bëhet fjalë më për një rrezikshmëri që do t'i vijë nga Rusia apo kushdo qoftë tjetër. Pra do të jetë e gatshme që mbrojtjen ta bëjë edhe e vetme. Pra, me fjalë të tjera, ishin e gjithë ajo çfarë e tha sekretari Amerikan i Shtetit është se ne jemi ashtu siç kemi qenë bashkë dhe rendin e ri botror do ta ndërtojmë si aleat. Pra, të gjithë po pajtohen se tani më rendi botror që ka qenë deri më tani që vjen nga lufta e dytë botërore, po flasim për vitin e 40-ta, domethënë jemi në fazën përfundimtare dhe sipas të gjithë asaj çfarë po shihet, do të kemi një ndryshim të madh në rendin botror, pra ku do të kemi inkoperimin e 3 forcave të mëdha botrore, pra në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën dhe Rusinë. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithë këtë proces nuk e shohin si të vetëm, por e shohin në bashkëpunim me aleatët e tyre evropianë.
E qartë të Veliu. Ndërkohë, Kryesafi, një mesazh i rëndësishëm i vet Rubios ishte momenti kur tha se ju kemi kërkuar vazhdimisht që t'jeni një Europë e fortë, sepse nëse ju jeni të fortë, nuk keni shanse për të dobësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat do të detyroheshin t'ju vinin në ndihmë në kërcënimin e parë që do të merrni. Por në të njëjtën kohë, kur folën për rendin e ri botror, vetë Marco Rubio tha se Amerika mund ta bëjë këtë gjë vetme, por dëshiron që ta bëjë diçka të tillë krahas Europës. Kur kemi Amerikën e cila kërkon të ruajë, le të themi, aleancën tradicionale, për çfarë rendi të ri flasin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtë duan të dëmtojnë ose më saktë minimizojnë apo shfuqizojnë përmes këtij rendi? Ideja është që rendi i ri botror po ndodh lidhet me gjitha me Kinën në radhë parë dhe po ndodh pavarësisht asaj çfarë është duke bërë Shtetet e Bashkuara dhe asaj çfarë është duke bërë Evropa. Pra zhvillimi ekonomik i Kinës, zhvillimi ushtarak i Kinës, se po bën një zhvillim ushtarak të jashtëzakonshëm, sidomos në vitet e fundit, po e zhbalancon atë rend botror që ne kemi parë që nga fundi botrore, ku perëndimi ishte një rend botror i vendosur dhe i krijuar nga perëndimi. Ky zhbalancim që bën Kina do të thotë që perëndimi ka nevojë për tu përshtatur ndaj këtij rendi të ri botror që ndodh ndaj Kinës. Unë nuk mendoj që Rusia është shpesh përdoret si i treti në këtë ekuacion, por nuk ka kapacitetin për të qenë i treti. Pra nëse flasim për rendin botror, flasim mbi gjitha për perëndimi nga një anë dhe për Kinën nga ana tjetër. Kina është e vetmja e cila ka mundësinë të lëvizë perëndimin, si thua, nga vendi në të cilin perëndimi ka që prej fundit të luftës së dytë botërore. Dhe kjo administratë amerikane, varësisht se Marco Rubio tha që mund ta bëjë vetëm, unë mendoj që nuk mund ta bëjë tërësisht vetëm, pra idenë që të përmbaj Kinën ose të kufizoj Kinën që të mos zhbalancoj tërësisht rendin e ri botror. Pas 20 apo 30 vitesh për shembull mund të kishim jo perëndimi që do ishte thuaç hapësira gjeografike më e fuqishme e botës, mund të kishim Kinën. Pra vendin e Shtetet Bashkuara mund ta zë Kinën le të themi pas 20-30 vitesh. Ideja e amerikanëve dhe kësaj sidomos e administratës është që kjo të mos ndodhë. Pra Kina nuk duhet të zvendësojë Shtetet Bashkuara, nuk duhet të zvendësojë perëndimin pas 20 apo 30 apo 40 vitesh. Dhe kjo bëhet duke kufizuar sa më shumë të jetë mundur Kinën në veprimet që Kina është duke bërë. Gjëja e parë do të ishte Tajvani, për shembull. Nëse Kina do arrinte të merrte Tajvanin me luftë, megjithatë me luftë, do të thyente një pjesë të strategjisë amerikane në lindjen e largët, që do të thoshte se Kina mund të fillon të bëjë hegemon në lindjen e largët. Dhe historia tregon që një shtet i cili është hegemon në rajonin e vet, ka si synim pas kësaj të bëhet superfuqi botrore. Dhe Shtetet e Bashkuara këtë kufizim që mund të bëjnë Kinës nuk ja bëjnë dot pa Evropën. Pra nëse do kemi një konflikt, një luftë të mundshme në lidhje me Tajvanin, sigurisht do duhen disa vende evropiane, do duhet Franca, do duhet Italia, mund duhet Gjermania, Britania e Madhe sigurisht mund duhet gjithashtu nga ana tjetër Japonia ose Korea e Jugut. Dhe ideja e kësaj administrate është që nëse do të shkojmë te një konflikt për Tajvanin ose për përgjithësi me Kinën në linjën e largët, Shtetet e Bashkuara të mos mendojnë për dy teatre njëkohësisht, pra të mos mendojnë edhe për Tajvanin, mos mendojnë edhe çfarë duke ndodhur në Evropë me Rusinë. Dhe ideja është që Evropa duhet të kaq e fortë sa Rusisë mos e shkojnë më mendje të bëjë një luftë ose çfarë lloj provokimi në Evropë. Dhe në një farë mënyrë i heq atë lloj bare që Shtetet e Bashkuara kanë në krah për të mbrojtur Evropën në këtë rast. Pra qëllimi është një farë ndarje detyrash. Pra detyra e Evropës është të mbrojë vetveten në këtë rast. Në momentin që Evropa është aq e fuqishme sa për të mbrojtur vetveten, nuk mund të ketë probleme me Rusinë. Pra Shtetet e Bashkuara nuk do vinë në Evropë të mbrojnë Evropën kundër Rusisë. Ato trupa, ato anije, municione, sisteme mbrojtëjore e me radhë që mund të vinë në Evropë do shkojnë në Kinë. Pra në thelb është një ndarje detyrash mes Shtetet Bashkuara dhe Evropës në këtë pikë. E qartë. Ndërkohë, zoti Veliu, teksa Amerika flet për një rend të ri botror, duhet thënë se për gjatë vitit të parë të administratës së Donald Trump, goditjet më të mëdha, le të themi, në ato që mund të konsiderohen marrëdhënie diplomatike apo qoftë edhe marrëdhënie tregtare, kanë prekur pikërisht kontinentin tonë, pikërisht perëndimin. E gjitha kjo sepse Donald Trump kërkon ta shfuqizojë Europën dhe të ketë një shpërbërje të Bashkimit Evropian, siç tha Macron javën e shkuar, apo realisht kërkon ta forcojë perëndimin dhe ta zgjojë përballë sfidave globale? Jo, unë nuk e mendoj se është interes apo synim i Shtetit Bashkuara e as edhe i presidentit Trump shpërbërje e vendeve të Bashkimit Evropian. Mirë po siç e kemi diskutuar edhe në të kaluara në shumë biseda tona, kemi thënë dhe jam më se i sigurt se ajo çfarë e shef presidenti Trump më tepër politikën e tij e ka të orientuar dhe të drejtuar ashtu siç ka drejtuar biznesit dhe në çdo formë dhe çdo mundësi mundohet për të shfrytzuar që
të sjellë të mira materiale, pra përfitime kapitale për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jo rastësisht janë vendosur taksa, jo vetëm për evropianët, taksa të tilla janë bërë edhe për vendet e tjera, kemi pas taksa që kanë shkuar deri në 125% edhe për kinezët, dhe në këtë formë e ka bërë një gjë të tillë. Përkundrazi, unë mendoj se Trump por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dëshirojnë një Evropë të bashkuar, e dëshirojnë një Evropë të fuqishme, një Evropë e cila edhe fal një presioni që është bërë nga Shtetet e Bashkuara pas ardhjes së presidentit Trump në krye të Shtetet e Bashkuara përmes aleancës veri-atlantike, i ka shtyr evropianët që të mendojnë më tepër dhe të veprojnë në këtë drejtim, gjë që është duke ndodhur tani dhe është duke u punuar në këtë drejtim, dhe pastaj droja apo dhënia e ultimatumeve se ndoshta një ditë do të largohemi nga NATO, konferenca e fundit e dëshmoi edhe një herë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë pjesë e NATO-s dhe do të mundohen dhe do të veprojnë në kuadër të saj ashtu siç ka qenë në të kaluarën. Pra i është dhënë një garanci ndoshta për më së më shumë edhe për një 50 vjeçar të ardhshëm. Te e qartë. Ndërkohë, Ledion, të lexojmë së bashku një tjetër lëvizje të Marco Rubios. I thotë Europës duam që të jemi aleatët më të fortë, që së bashku do të ndërtojmë një rend të ri botror, por unë nuk mund të largohem nga deklarata e bërë nga Macron, i cili edhe përgjatë këtij samiti, në fakt, përgjatë konferencës sigurisë më njut, theksoi rëndësinë e pavarësisë së Europës nga Washingtoni. Dhe pikërisht tek mesazhi, le të themi, i dyfisht apo standardi i dyfisht i Shteteve të Bashkuara. Marco Rubio shkon në zemër të Europës për të thënë se duam që ju të fuqizoheni së bashku, por ndërkohë zgjedh që përgjatë kësaj vizite në kontinentin europian të ndalet tek dy vende euroskeptike, duhet thënë, që kanë deklaruar shpeshherë se nuk përshtaten me politikat e Unionit, duke e justifikuar diçka të tillë se mendojnë për interesat kombëtar të vendeve të tyre, por në të njëjtën kohë janë dukur sikur mendojnë edhe për interesat të Moskës me të cilat ka një aleancë të pakundërshtueshme. Flas për vizitën e Rubios në Slovaki, por gjithashtu edhe në Hungari përgjatë ditës së sotme, ku i dha edhe një mesazh, një boost Viktor Orban që pëluhatet, le të themi në sondazhe. Pra, për te këtij mesazhi, kush është mesazhi tjetër i nënkuptuar i Amerikës? Unë mendoj që kjo administratë amerikane nuk do Evropën kështu siç është sot. Pra, dhe ndaj Bashkimit Evropian kam dyshyme që nuk e dëshirojnë një Bashkim Evropian kështu siç është sot. Kjo administratë amerikane do një Evropë që të jetë ideologjikisht në një linjë me idetë e tyre. Pra, me atë magën e famshëm Make America Great Again, që është shumë konservatore, shumë tradicionale, shumë kundër emigracionit, pra duan një Evropë që të jetë kështu. Dhe fakti që shpesh herë përmenden të njëjtat gjëra, sidomos në lidhje me emigracionin, ka përmendur Trump, ka përmendur Rubio, ka përmendur J.D. Vance, thuaj se të gjithë zyrtarët e lartë amerikanë që vinë në Evropë përmendin të njëjtën gjë. Pra ka një temë që lidhet me emigracionin masiv që po ndryshon sipas tyre demografinë e Europës dhe po e çbën Europën. Pra ata duan një Europë që të jetë më në linjë me idetë e tyre, më në linjë me politikën e tyre, dhe ata që janë në linjë me politikën e tyre në Evropë, për momentin është Viktor Orban, është dhe Robert Fico i Slovakisë. Dhe aq më tepër që thash nuk mendoj që e dëshirojnë realisht një bashkim evropian kështu siç është sot, sepse bashkimi evropian në sytë e tyre është një rend ose një organizatë liberale, shumë liberale, e cila ka hapur në dyert emigracionit masiv. E shohim përgjithësi të majtë në ideologji, varësisht sa mund të jetë diskutueshme diçka të tillë, por ky është këndvështrimi i tyre. Unë mendoj që do të dëshironin më shumë një Evropë sigurisht të fuqishme, por të bazuar tek shtetet, pra do donin një Gjermani të fuqishme, një Francë fuqishme. Do donin një bashkim evropian që shpërbëhet? Bazuar në tezën e Macron? Unë mendoj që Macron ka pjesërisht të drejtë në këtë pikë. Ka shumë gjëra që nga kjo administratë amerikane që tregojnë që nuk e dëshirojnë një bashkim evropian në këtë mënyrë siç sot. Pra nëse do ishte një bashkim evropian që do ishte më i djathtë, që do ishte më tradicional, do ishte kundër migracionit e me radhë, do dëshironin pa diskutim bashkimin evropian. Por në sytë e kësaj administrate kjo është një bashkim evropian i cili nuk është në linjë me politikat e tyre dhe ata mendojnë që këto politika që është duke bërë bashkimi evropian po e shbëjnë Europën. Në dokumentet strategjisë kombëtare të dhjetorë të vitit kaluar të Shtetet Bashkuara thuaj tekstualisht që emigracioni masiv i lishëm dhe i palishëm po e transformon Evropën aq shumë sa pas 20 vjetësh për shembull nuk do jenë më Evropa që ne shohim sot. Pra ata duan një Evropë pa diskutim të fuqishme, por një Evropë evropiane.
Ky shthelbi tyre është mënyra si e shohin pikërisht një Evropë evropiane. Pra një Evropë me gjerman, me francez, me italianë kështu me radhë, jo një Evropë ku 1/3 e Francës le të themi mund të jenë nga Afrika, 1/3 e Spanjës mund të jenë nga vende të tjera. Duhet ndalim edhe në diçka tjetër së bashku. Kemi një dakordsi të Evropës që ka nevojë për tu reformuar në kohë të shpejtë dhe duhet ndalim pikërisht tek fjalimi Macron por edhe fjalimi Merz. Macron tha se nuk duhet harrojmë kush jemi, nuk duhet harrojmë historinë që kemi dhe bazuar në gjithçka që kemi bërë në të shkuar, na mjafton për të kthyer kokën e për të parë se çfarë mund të bëjmë në të ardhmen. Ndërkohë, teksa Amerika pret një reformim të Europës, jo vetëm në aspektin e sigurisë kombëtare, mbrojtjes, financave, shpenzimeve të cilat bëhen pikërisht për arkitekturën e sigurisë globale, presin edhe këto ndryshime që kërkojnë që administrata Trump të ketë në të njëjtën linjë pikërisht me ideologjinë e tyre në Shtetet e Bashkuara. Por diçka e tillë u bë qartë nga vet Merz, i cili tha përgjatë hapjes konferencës së sigurisë në New York që na thanë amerikanët vitin e shkuar se nuk ndajmë të njëjtat vlera. Dhe në fakt kjo është e vërtetë. Ne nuk cënojmë lirinë e fjalës, ne nuk vrasim protestuesit në rrugë dhe mbi të gjitha ne nuk ndjekim një agjendë e cila në dukje e lë qytetarin të fundit. Pra ishte ky mesazh i dhënë nga Merz, i cili a mund të lexohet sot si një mesazh i qartë i Europës që ne po i dim defektet tona dhe do të punojmë drejt tyre, por mos prisni një ndryshim të qasjes tonë sa i përket çështjeve të tjera, siç është emigracioni, të drejtat e njerëzit dhe të gjitha këto. Ideja është ndryshime radikale vërtet se mund të ketë në Evropë në këtë pikë, ashtu siç dëshiron Donald Trump dhe kjo administratë amerikane. Kjo administratë dëshiron ndryshime radikale pa diskutim në Europë. Duhet parë në zgjedhjet në vitet në vazhdim se çfarë mund ndodhi me ekstremin e djathtë, sa mund të jetë i rëndësishëm në zgjedhje, sa mund të vinë në pushtete kështu me radhë. Ekstremi i djathtë në Francë për shembull ka një shans shumë të madh vitin tjetër për të fituar zgjedhjet presidenciale. Nëse arrin të fitojë, mund të bëjë pikërisht të ndryshime radikale që dëshiron Donald Trump. Në Britaninë e Madhe është Reform UK me Nigel Farage, shtetat janë ekstremi djathtë që kanë një shans shumë të madh për të fituar zgjedhjet kurdoherë që të jenë zgjedhjet e ardhshme. Kështu që është një administratë e cila nuk se pret të ndryshojë Macroni, Merzi apo të tjerë në këtë pikë, sepse duket që e kanë të qartë sa mund ndryshojnë apo jo. Është një administratë e cila siç bën Viktor Orban, të njëjtën gjë vitin e kaluar bëri Elon Musk në Gjermani me AfD, sigurisht. Të njëjtën gjë mund të bëjnë në vazhdim me Nigel Farage, po mundohen të ndihmojnë djathtën ekstreme në Francë. Pra kjo është administrata amerikane i thashë nuk e pren ndryshimin nga kjo Evropë që shohim në sot. E pren ndryshimin ndoshta nga një Evropë që supozohet të fitojë zgjedhjet pas një viti, pas 2 vjetësh e kështu me radhë, që mund të jetë në një linjë me idetë e tyre dhe ata mund të bëjnë atë ndryshim që këta mendojnë se mund të bëjnë. Por edhe kjo Evropë kështu siç është sot, mendoj që ka filluar po i përshtatet Donald Trump. Jo vetëm kjo Evropë, por edhe një pjesë e të majtëve amerikanë, demokratë amerikanë, më dëgjoj Hillary Clinton për shembull, që fliste për emigracionin në Amerikë, kishte shkuar për te kufive, kishte kaluar vijën e kuqe, duhen mbyllur portat e kështu me radhë. Pra Donald Trump dhe kjo administratë me dashje ose pa dashje kanë filluar po i ndryshojnë mendimin një pjesë të perëndimit, qoftë në Shtetet Bashkuara, qoftë në Evropë, cilët po mundohen të përshtaten pikërisht kësaj administrate. Kështu që unë mendoj se kjo Merz dhe Macron e ka vitin e fundit vitin tjetër. Kështu thot Donald Trump. Vështirë se po e thot se është sigurisht që nuk kanë dot më përsëri, por më shumë se sa me këtë Evropë thash edhe një herë, kjo administratë amerikane mundohet ose mendon se mund ta shohë një Evropë ndryshe nëse djatha ekstreme vjen në pushtet në disa vende. Pra nuk është rasti që vajnë takuan Ficon dhe Orbanin në Hungari dhe në Slovaki. Po të ishte një djathtë ekstreme në pushtet në Francë, për shembull, jam i sigurt që Marco Rubio do kishte shkuar të takonte edhe në Francë. Do të kishte mbritur në Francë. Mirë, do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër, por do rikthyer pas pak në pjesën e dytë të programit ku do të diskutojmë për një paralajmërim tronditës, duhet thënë, që ka ardhur nga Estonia, e cila thotë se NATO është gati për luftë me Rusinë dhe për të treguar dhëmbët nëse Vladimir Putin guxon të kalojë vijën e kuqe. Të gjitha këto me njëherë pas shkputjes. Rikthehemi në War Report. Në nisje të programit deklarova se për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dita e nesërme do të jetë një ditë e rëndësishme sa i përket situatës gjeopolitike, por gjithashtu edhe zgjidhjes konflikteve globale, duke përfshirë kështu një konflikt të mundshëm me Iranin, por gjithashtu edhe konfrontimin ushtarak dhe luftën më të ashpër në Europën lindore mes Ukrainës dhe Rusisë që prej luftës së dytë botërore. Shtetet e Bashkuara nuk kanë nguruar të akuzojnë shpeshherë Europën se është ajo e cila i ka prishur negociatat e
paqes dhe diçka të tillë e tha në mënyrë të nënkuptuar edhe Marco Rubio për gjatë konferencës për shtyp që mbajti ditën e sotme me kryeministrin hungarez Viktor Orban. Dhe përballë të gjitha këtyre zhvillimeve, Estonia deklaroi ditën e sotme përmes ministrit të saj të jashtëm në një intervistë për median britanike dhe Telegraph se Vladimir Putin nëse po mendon të sulmoj Baltikun, atëherë do duhet të di se do të përballet me një përgjigje të koordinuar të NATO-s, e cila do të përfshi goditje të thella brenda Moskës, një gjuhë kjo përshkallëzuese në një kohë kur vetë një raport javës shkuar nga Estonia tregonte se Putin nuk i ka kapacitetet nga inteligjenca e tyre, pra nuk i ka kapacitetet, por edhe as le të themi synim aktualisht për të zgjeruar konfliktin e tij nga Ukraina drejt vendeve të tjera të Europës lindore. Zoti Veliu, të ndalemi së bashku për çfarë shërben kjo deklaratë e bërë nga Estonia, për të friksuar Moskën apo për të përshkallëzuar më tej tensionet? Ndoshta këto vendet vogla si është Estonia, Lituania, vendet baltike kryesisht, pra që të gjitha janë edhe anëtare tani më të NATO-s, deklaratat e tilla i kanë bërë më tepër për të frikëzuar Moskën dhe për t'ia bërë me dije se një gjë e tillë nuk guxon të ndodhë, pasi që do të kemi një intervenim të shpejtë të NATO-s kundrejt Rusisë dhe në qoftë se thehemi në retrospektiv me fillimin e luftës në Ukrainë, vendet skandinavisë në këtë rast, si Finlanda dhe Suedia, që nuk kanë qenë anëtare të NATO-s, bën veprime të shpejta për të bërë pjesë e aleancës, pasi që dyshohej dhe ishte frika se do të kemi intervenime nga Rusia edhe në vendet të tjera. Pra, e panë të gjithë se sikur po shmendet Putini dhe Rusia dhe do të trazoj gjithë botën. Unë mendoj se Rusia aktualisht nuk ka kapacitete për të filluar betejë të reja apo për të hapur fronte të reja, pasi që ne po e shohim shumë qartë se Ukraina tani më është futur një lufte të gjatë, një lufte e cila përkundrejt premtimeve dhe zotimeve të presidentit amerikan Trump se do të kemi një marrëveshje, po duket se është futur në stazat e gjata dhe si konflikt do të marrë shumë kohë deri te arritja e një marrëveshje përfundimtare. Dhe kjo i ka kushtuar Rusisë jo vetëm në mjete materiale dhe luftarake, por edhe në shumë jetë të humbura. Pra kemi miliona njerëz që kanë humbur jetën gjatë kësaj betejë, po flasim në këtë rast nga të dyja palët, dhe do të vijë një moment që edhe brenda Rusisë do të shfaqet pak kënaqësi se për çka po i humbin djemtë e tyre nëpër betejë në Ukrainë apo kudo qoftë tjetër. Pra, një gjë të tillë unë nuk e shoh si të rrezikshme, mirë po është një deklaratë e fuqishme e kryeministrit estonez për të paralajmëruar Rusinë se këtu nuk ka çfarë kërkoj se do të përballet jo me Estoninë, por do të përballet me Aleancën Veriatlantike. Me fuqinë dhe grushtin e NATO-s. Ndërkohë, Kresafi, e njëjta pyetje edhe për ty. Si do ta lexoje këtë deklaratë të Estonisë, e cila le themi në mënyrë që sharaka duket sikur bie edhe në kontradiktë. Flas për një raport inteligjencës estoneze javën e shkuar që thoshte se nuk ka gjasa që Vladimir Putin sulmoi Baltikun dhe ta zgjeroi këtë konflikt, dhe flasin për një paralajmërim të ministrit të tyre të jashtëm, që në fakt është e vërteta siç duhet të jetë, që në rast se ti guxon të prekësh një vend të aleancës, bëu gati për grushtin e hekur të NATO-s, i cili nuk do të le të themi shmang edhe Moskën. Kujt i shërben kjo gjuhë le të themi përshkallëzuese nga ana e Europës? Është një mënyrë për të treguar cilat janë vijat e kuqe. Pra nëse ndodh diçka, ky do ishte kundërpërgjigje në këtë rast. Por ka diçka që është e vërtetë që Rusia nuk i ka kapacitetet për momentin për të bërë luftë në vendet balltike, por në vendet balltike nuk kanë nevojë për shumë kapacitete për të bërë luftë. Ky është problemi në këtë rast. Tjetra është fakti që nëse do kemi një luftë të mundshme, një konflikt të mundshëm mes Rusisë dhe vendeve europiane, nuk do jetë ngjashëm me Ukrainën. Pra nuk do kemi luftë toksore, mund të jetë shumë pak pjesa toksore, do jetë një luftë ajrore. Dhe lufta ajrore mes palëve do të jetë me idenë që secila palë të mundohet të godasë objektive strategjike të palës tjetër dhe të degradoj sa më shumë tjetër mundu, të paksoj aftësitë e palës tjetër për të bërë luftë. Fakti është që në këtë moment Rusia ka kapacitetin më të madh në botë të raketave balistike dhe krujës. Pra është numri më i lartë i raketave që ka një shtet dhe janë disa për raketave më të mira që ekzistojnë. Tjetra është fakti që Rusia vazhdon të prodhojë pavarësisht luftës në Ukrainë, vazhdon të prodhojë në mënyrë të konsiderueshme raketa balistike dhe raketa krujës, ma disa prej tyre janë versione të reja që supozohet të jenë nga nivelet më të mira në botë. Tjetra nga ana tjetër unë shoh që nëse do kishim një konflikt të mundshëm mes NATO, mes vendeve evropiane dhe
dhe Rusisë, me shumë mundësi Shtetet e Bashkuara do bënin stehir në largësi dhe me shumë mundësi do i shisnin armatime vendeve evropiane, por vështirë se mund të përfshihen në luftë drejt për drejt. Pra thash është një luftë ajrore ku Rusia ka kapacitetin më të madh raketa balistike sot në botë. Po të shohësh Evropën, i vetmi vend që ka raketa balistike dhe kruiz të rëndësishme është Franca. Po dhe këto janë një nivel, le themi, shumë më i ulët ose në numër shumë më i vogël se sa i Rusisë. Tjetra është fakti që goditjet brenda Rusisë që ka bërë Ukraina gjatë këtyre 4 viteve, mos 2 vitet e fundit, kanë qenë relativisht të suksesshme. Pra pritej shumë prej tyre, por nuk kanë arritur të bëjnë atë që pritshmëritë e tyre. Dronët kanë pasur shumë sukses me raketat. Për shembull, raketat Storm Shadow që janë britanike dhe një pjesë franceze, dhe raketat Atacams amerikane nuk kanë pas funksionuar në mbrojtjen ajrore ruse. Prandaj e bëj gjithë të ekspoze për treguar që nuk është kaq e lehtë. Deklarata e ministrit estonez tregon sikur është gjë më lehtë e mundshme. Pra në rast luftësh ne do godasim direkt Moskën dhe Shqipërisburgun. Por gjitha kjo është mbi barrën e Shteteve të Bashkuara. Po thash në një konflikt të tillë Evropa ka shumë pak mundësi ta bëjë këtë gjë. Pra, së mos me Shtetet e Bashkuara që mund të bëjnë sehir diku më tutje. Dhe Shtetet e Bashkuara kanë një numër sigurisht të kufizuar raketash që mund të godasin brenda Rusisë. Janë Tomahawk sigurisht dhe pas tyre kalojmë në raketa që mbajnë bushe bërthamore që përgjithsisht nuk përdoren në konfliktet të tjera. Kështu që deklarata e tij më duk sikur ishte gjëja më thjesht në botë që mund të bëjë për të goditur me raketa brenda Rusisë dhe për ta hequr ose për të paksuar aftësitë goditëse të Rusisë. Ndërkohë që nëse e shohim në praktikë dhe aftësitë që ka pjesëta e Evropës për të bërë pikërisht këtë gjë, për të goditur brenda Rusisë, shohim që aftësitë e tyre janë shumë të vogla në këtë rast. Pra nga deklarata që është shumë bombastike, tek aftësitë e tyre që janë të vogla, është një hendek shumë i madh në këtë pikë. Prandaj është një deklaratë e cila shpesh herë vjen nga vendet balltike, vijnë deklarata shumë të forta. Ata janë popull që njohin shumë mirë Rusinë, din shumë mirë si lufton Rusia dhe sigurisht që kanë atë frikën e Rusisë që është e përhershme dhe shumë e drejtë. Sigurisht nëse ka një vend ku Rusia mund të bëjë një lloj provokimi është pikërisht Narva në Estoni. Dhe nuk ka nevojë as për 100.000 ushtarë për të bërë provokimin në Narva, mund mjaftojnë edhe 200 veta për ta bërë diçka të tillë. Kështu që ideja është që shpesh herë thuhet që sigurisht Rusia nuk ka kapacitete për një front të dytë, por e përsëris edhe një herë që nuk ka nevojë për shumë kapacitete për të bërë një front të dytë në vendet balltike. Por nuk mendoj që Rusia në këtë moment, në mënyrën si ndodhet në luftën në Ukrainë, ka ndonjë motiv ose ndonjë qëllim për të bërë diçka në vendet balltike. Por e thash gjithën pjesën me raketa balistike dhe kruiz që deklarata është më bombastike se realiteti. Pra nëse do vinim te realiteti i mundësive të Evropës për të goditur brenda Rusisë, do e kuptonin që mundësitë nuk janë kaq të mëdha sa duken në pamje të parë. E qartë. Ndërkohë, zoti Veliu, teksa Krysafi thotë se mundësitë e Evropës për të kundërsulmuar Moskën nuk janë kaq të mëdha, Vladimir Putin vjon lërat psikologjike me perëndimin, pasi titujt mediave ndërkombëtare ditën e sotme flisnin për dërgesat e armëve bërthamore të Rusisë pikërisht në kufijtë e NATO-s. 10 sisteme të raketave Oreshnik janë zhvendosur drejt Bielorusisë si pjesë edhe e armatimeve të ndryshme të zhvendosura tek ky aleat kaq i rëndësishëm i Moskës. Apo vjon Kremlini që të luajë pikërisht me psikologjinë e europianëve, duke ushtruar këtë presion të madh psikologjik që e bën Europën të reagojë? Po, ne e tham edhe paraprakisht se nuk mendoj se Rusia do të jetë e gatshme për hapjen e frontave të reja. Mirë, por megjithatë, një luftë psikologjike kundrejt evropianëve, të cilët në një farë mënyre janë friksuar gjithë asaj çfarë është duke ndodhur në Ukrainë, pas shumë deklaratave të mëhershme kur në një periudhë kohore Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalen edhe ndihmat për Ukrainën, pra ka ndodhur kjo fillim vitin e kaluar, dhe në një farë mënyre Rusia i bën këtu për t'ju treguar evropianëve se unë i bëj këtu dhe ju do t'ju le partneri juaj strategjik apo partneri juaj i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili kohëve të fundit ka paraqitur edhe interesat territoriale ndaj vendeve të Evropës, proprio me marrjen e Grenlandës që kemi diskutuar herën e kaluar, dhe ma tepër janë taktizime psikologjike kundrejt vendeve të cilat ende nuk janë të gatshme për të bërë mbrojtjen nga Rusia. Mirë, po siç e thash edhe më herë, unë megjithatë i qëndroj një mendimi se në qoftë se një periudhë kalon një periudhë 3 vjeçare në të cilën evropianët nuk do të kenë një luftë, mendoj se
pas asoj periudhe kohore, vendet e Evropës do t'jenë të gatshme të mbrohen edhe të vetëm edhe nga Rusia dhe t'i bëjnë ballë të gjitha këtyre sulmeve që mund të vinë. Mirë po, në një rast të tillë, mendoj se edhe raportin mes Rusisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian do të ndryshoj, pasi që ne e dim të gjithë se forca është ajo që e detyron të tjerët për të ndryshuar në raport. Unë mendoj se vendet e Bashkimit Evropian, duke filluar nga Franca, Gjermania, por edhe Britania e Madhe, e cila në samitin e fundit e dha një mesazh shumë të qartë se është pjesë e Evropës, duhet të vazhdojnë me punën e tyre dhe sigurimin edhe më të madh të infrastrukturës dhe armët të nevojshme për të qenë në gjendje për të mbrojtur veten nga çfarëdo rreziku që i kanoset Evropës. Ndërkohë, zoti Krisafi, për të qenë së bashku në fund të programit dhe për të ndalur në dy elemente të rëndësishëm përtej lëvizjes së Oreshnik në Bielorusi, e cila është një kërcënim real për Europën, duhet thënë, por edhe për mos u vendosnin atje, ka një rrezik i cili vjen nga kjo raket që arrin në një rrezë veprimi deri në 5000 kilometra dhe ka një shpejtësi nga 12000 deri në 18000 kilometra për orë. Ndërkohë, Ukraina flet për një skenar i cili parashikon sulme masive ndaj saj, duke nisur që nga dita e nesërme, ku do të mbahen edhe negociatat. Sa janë gjasa që Putin përdor një tjetër Oreshnik për të goditur Ukrainën pas dy sulmeve të cilat kanë ndodhur deri më tani? Unë mendoj që Oreshnikët në Ukrainë përdoren thjesht në mënyrë simbolike, sepse nuk ka nevojë të përdorësh Oreshnikun për të goditur diçka që mund ta bësh me çfarëdo rakete tjetër, me kalibër, me Iskander. Ka pasur një dështim të tyre ditën e sotme me kinxhale dhe me kështu me radhë. Rrëzuan 2 Iskander dhe 1 kinxhal, siç deklaron Kievi, duhet. Ndodh zakonisht në raste të tilla, nëse dërgon 20 raketa, përgjithsisht 10 gjysma prej tyre rrëzohen. Pra është brenda marzhit të rrëzimit, nuk se kështë në një gjë çuditshme. Pjesa Oreshnikut dhe çdo armë tjetër thash shërben mbi të gjitha për të treguar kapacitetet e Rusisë në këtë pikë. Edhe vendosja në Bielorusi është tërësisht simbolike, sepse Oreshniku është një raketë e tillë që mund ta vendosësh malet urale brenda Rusisë dhe nga malet urale ka kapacitetin për të arritur në Roma, apo në Berlin, apo në Londër, apo diku tjetër në vendet evropiane. Pra nuk ka nevojë ta çosh aty ke dera e Bashkimit Evropian për të treguar se ku mund të shkojë një raketë e tillë. Por është një mënyrë për të treguar kapacitetet ushtarake që ka Rusia. Lufta në Ukrainë për Rusi nuk është thjesht një luftë reale, se thua konvencionale, ku fiton ose humbet në fushën e betejës, por është dhe një mënyrë për të përdorur ose për të provuar armë të reja. Dhe Ukraina në këtë rast ka qenë si një tabel qitje, thuash, për të përdorur Oreshnikun. Pra ku ka mënyrë më të mirë për të provuar një raketë të re se sa pikërisht në fushën e betejës. Dhe Oreshniku përdoret në Ukrainë thash tërësisht në mënyrë simbolike. Disa herë, 2 herë që është goditur, objektivi parë një ka qenë krejt qesharak, më ka qenë një fabrikë shumë e vogël që as nuk ishte në punë, po dhe e dyta ka qenë gjithashtu dhe ajo një fabrikë. Pra nuk ka nevojë të përdorësh një raketë që shkon 5000 kilometra, kur objektivi tënd është 700 kilometra larg. Pra në këtë mënyrë është tërësisht simbolike. Pra nuk ka nevojë të përdorë Oreshnikun, por është një mënyrë për të provuar sa funksionon, sa arrin objektivin, sa i kapshëm është, pra sepse është një mënyrë shumë e mirë për të treguar në Ukrainë për momentin ka të paktën 10 sisteme mbrojtëse Patriot, përtej sistemeve gjermane dhe sistemeve tjera kundërajrore. Nëse Rusia përdor 2 herë Oreshnikun apo herë 3 herën e 4, kupton se sa në gjendje është sistemi Patriot amerikan për të kapur një raketë Oreshnik. Pra deri tani kemi kuptuar që nuk është në gjendje. Pra është një mënyrë testimi Ukraina për shumë test se sa te Ukraina është tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një mesazh drejt për drejt sigurisht për sistemet e Washingtonit. Sepse shumica dërmuese e armatimeve që ka Ukraina për momentin janë armatime evropiane, perëndimore, amerikane dhe evropiane. Dhe për Rusin është dhe një mënyrë për të testuar si funksionojnë këto armatime në praktik dhe çfarë mund të bëjë Rusia kundrejt tyre. Pra pjesa Oreshnikut thash është një mënyrë për të testuar sa funksionon Patrioti në tani vetëm sistemi i mbrojtjes ajrore që gëzojnë nga Shtetet e Bashkuara, pikërisht edhe Kievi zyrtar. Zoti Krisafi, faleminderit që ishe me mua në War Report. Zoti Veliu, ishte kënaqësi t'ju kisha mbrëmjen e sotme në program. Faleminderit nga sjellësimi. Kemi mbritur kështu në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. Unë ju rikujtoj se abcnews.al është adresa ku informoheni në kohë reale për gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e bota, por sigurisht mund të na dëgjoni edhe në Radio ABC 105 FM. Mos u largoni nga ekrani ABC News, vetëm pas pak Sokol Balla me zërin e shqiptarëve. War Report rikthehet sërish ditën e nesërme në orën 21. Deri atëherë, bashkë natën e mirë.